Komplimenta urinit për fitoren. Faleminderit. Një ndeshje e bukur që e dëzëvëndet gjithë sallën. Ishte vërtet një ndeshje e bukur, kishe marrë balli me thënë drejtën për këto ndeshje të fortë me konkurrencë. Siç e patë edhe ju që kundërshtari ishte një kundërshtar që kishte cilësi, por jam stërvitur për këtë ndeshje dhe shqyrë Zotit dhe dole me sukses. Po rritet numri ndeshje, numri fitorë, por edhe cilësia në boksin profesionist për boksierët tanë. Po Shqipëria ka sa dush boksierë, na ka munguar mbështetja, por shqyrë Zotit po vinë disa persona që po mundohen të na ringrejnë, na mbështesin, edhe kjo është një gjë e mirë për ne. Inshallah sa më lart. Cili është synimi i Albert Mërmetës në boksin profesionist? Synimi jo sa më shumë fitore dhe cilën me titull kampion bote, jo veç jemi për të gjithë boksierët, edhe sidomos shqiptarët. Inshallah e arrim jo veç një, po sa më shumë nga ne. Inshallah për këtë mbrëmje të sotme, një atmosferë vërtet entuziazme. Kjo ishte një atmosferë shumë e bukur, për këtë organizim duhet falenderoj shumë familjen e Do edhe familjen e Abdyli, se na bën të organizim kaq bukur, na dhanë të ndeshje kaq të forta. Inshallah organizime të tjera akoma më të mira. Faleminderit shumë edhe ti, respekte.